Përshëndetje gjithëve, unë jam Flamuri, faleminderit që keni ardhur te Prishtina Talks me dëgju edhe me diskutu rreth rezultateve të PISA dhe kuptimit të tyre rreth sistemit arsimor dhe edukativ në Kosovë. Edhe sonte i kemi mysafir Zym Diden, i cili është një programer me disa vite përvojë me kompani ndërkombëtare, mirë po prej fushave të cilave ka pasjent të theksuar është sistemi i edukimit, është prej njohësve më të mirë të rezultateve të PISA dhe kuptimit tyre në Kosovë, prej atyre që kam njohur edhe pse ka disa prej stafit të Universitetit të Prishtinës që janë duke ndjekur këto rezultate, mirë po për thellësinë dhe kuptimin e tyre ende nuk kam taku dikush si Zym Dida, kështu që mendoj është prej ndoshta prej top 5 persona në Kosovë të cilët mund të flasin për rezultatet e PISA. Ndoshta kuptimi i tij është më i mirë se sa prej atyre që janë shpjeguar prej Ministrisë të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë. Fillimisht Zymi do të na shpjegoj rezultatet, kuptimin e tyre, po edhe në fund do të jap disa ide se si mund të përmirësojmë këto rezultate. PISA është një test shumë i veçantë, është një test i cili është administruar në mënyrë shumë precize, ku marrin pjesë vendet më të zhvilluar dhe ato të cilat janë në zhvillim. Rezultatet nuk janë të rastësishme, rezultatet në PISA nuk mund të përmirësohen me metoda aty për aty, ashtu siç na mësuna me punu në sistemet tona, mirë po duhet një qasje shumë e thellë dhe një ndryshim shumë i madh për të arritur rezultate të mira në testin PISA. Së fundmi pjesë e vlerësimit kanë qenë edhe kreativiteti, sa janë nxënësit kreativ, sa kanë aftësi kreative. Në të ardhmen kur do të bëhet testi i ashëm i PISA, pjesë e vlerësimit ashtu do të jetë edhe përdorimi i inteligjencës artificiale. Kështu që janë disa sfida të cilat ne duhet të përgatitemi shumë seriozisht për të arritur rezultate dhe për të arritur një vend në listën më të lartë. Atëherë ja vojmë fjalën Zymit dhe në fund mund të bëni një pyetje edhe ju. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në episodin e radhës të Prishtina Talks. Sot për temë kemi zgjedhur testin e PISA-s, rezultatet e PISA-s, çka na tregojnë ato, çka mund të mësoj prej tyre, çka mund të përmirësoj. Çka është PISA? Kuptimi i PISA-s është Program for International Student Assessment. Është domethënë një vlerësim ndërkombëtar i aftësive të studentave. PISA organizohet prej vitit 2000, domethënë ka 6 apo 7 organizime që tash se është shtyp për shkak pandemisë është shtyp pak, edhe organizimet bëhen çdo 3 vjet, edhe ato kryesorja që i mat PISA janë 3 aftësi të studentave, që janë aftësitë në lexim, aftësitë në matematikë edhe aftësitë në shkencë. Domethënë nuk është që mat njohuritë edhe memorizimin e landëve caktuar, mirë po i mat aftësitë e studentave sa kanë mundësi mi apliku ato njohuri që i kanë mësuar. Në vitin 2022 herën e fundit është marrë PISA, që kanë dalë rezultatet, se si vjet është marrë kjo e fundit, presim deri në fund vitit të ardhshëm me dalë rezultatet e para. Edhe në PISA-n e vitit 2022 kanë marrë pjesë diku 600.000 nxënës në krejt botën, prej 81 shteteve të ndryshme që janë pjesë e organizimit. Në atë kohë, Kosova i ka pas 21.000 nxënësa të moshës 15 vjeçare. Nxënësat e moshës 15 vjeçare janë ata që përzgjedhen për mu mat njohuritë e tyre. Edhe prej atyre 21.000 nxënësve janë zgjedhur 6.027 nxënës prej Kosovës, edhe me çata 6.027 nxënës janë munduar me pas një shpërndalje sa më të madhe që e përfaqëson krejt grupin e 21.000 nxënësve të atij viti. Pse ky prezantim? Një shok i jam i fakultetit është marrë shumë me statistikët e PISA-s para meje, edhe ka pas bënë një prezantim për disa shokët ndryshëm, edhe pa ta këshyr atë prezantimin e tina, kjo u konë për prezantimin e 2018-s. Sa po patën dalë, domethënë rezultatet e 2022-shit, edhe pa ta pa prezantimin e tina për PISA. Mandej im pa tregu që mundesh me downloadu, domethënë raw data të PISA-s për krejt botën, edhe mundesh me bë analizat vet. Edhe për asaj dite, domethënë kjo i ka ndoshta 10 muaj kur
që i kom downloadu dhonat, pra asaj dite ka ndodhur me prezantu dhonat që i kom gjetë në PISA me 10 persona, ka ndodhur me diskutu, me debatu, varësisht prej çka pyetje njerëzit, për shembull, musëm biken mend diçka, njerëzve i biken mend me këshyr ndonjë pjesë të rezultateve, edhe janë bërë diskutime të shumta, domethënë 10 orë, ndoshta më shumë prej nëntorit apo dhjetorit vitit kaluar. Tash PISA kur i bën prezantimin e dhonave, fillon me publiku raporte për analizat që i kanë bërë për rezultatet. Edhe për vitin 2022 i ka publiku 5 vëllime, domethënë diku 5 vëllime ka 500 faqe, janë 2500 faqe të ndryshme që i prezanton rezultatet e krejt shteteve. Edhe përveç 5 vëllimeve ka edhe 10 raporte që i analizojnë gjëra specifike të PISA-s. Domethënë ka material ekstrem shumë që mundet njeri me analizu edhe mi diskutu. Ky prezantim që kam u bë sonte është, që thënë anglisht, barely scratch the surface të materialit që ofron PISA vetë si, domethënë, institucion, po edhe vetë njëri që mundet me bë analizat e veta. Këto janë rezultatet e vitit 2022 për matematikë, shkencë edhe lexim. Domethënë, çto janë 10 shtetet e para, Singapuri ka disa vjet që është me para edhe nuk e lëshon vendin. Ndërsa në fund të listës gjendet Kosova, domethënë për matematikë është 8 prej fundit, për shkencë është 4 dhe për lexim është 4 prej fundit. Në 3 nivelet, në 3 shkallësi që i mat PISA, pra në lexim, matematikë dhe në shkencë, janë 6 nivele që i kanë data, se çka nuk kupton secili në çat shkallësi caktuar, çka nuk kupton secili nivel, edhe çka duhet një nxënës i një niveli caktuar me pas aftësi ose me pas mundësi me bo. Secili nivel ka kërkesa caktuar, pra nëse shkojmë te leximi, secili nivel i leximit ka kërkesat që pritet prej nxënësit, dhe nxënësi nëse nuk mundet me bo ato kërkesat e atij nivelit, ai është një nivel më poshtë. Po filloj me shpjegimin e nivelit leximit. Domethënë që ky është niveli i parë i leximit. Kërkesa e nxënësit që është në nivel të parë është që duhet me pas aftësinë me gjetë një informacion në një tekst shumë të shkurtër dhe të thjeshtë. Për shembull, kopshti zoologjik është i hapur nga ora 9 deri në ora 17 çdo ditë. Pyetja është në ora sa mbyllet kopshti zoologjik. Domethënë nxënësi duhet me qenë i aftë me kuptuar çet tekst shumë të thjeshtë, edhe me u përgjigj pyetjen që e ka parashtruar. Në Kosovë ka disa nxënësa që nuk e kuptojnë çet nivel. Domethënë është një numër shumë i vogël i nxënësave, mirë po prap. Ka nxënësa 15 vjeçar që janë klasë 9, 10 ose 11, edhe nuk e kuptojnë çet tekst. Domethënë janë nivel shumë të ulët të kuptimit. Niveli i dytë e ka për detyrë nxënësi që është në nivelin e dytë, duhet me pas mundësinë me gjetë një informacion, një përfundim të thjeshtë, jo të drejt për drejt, edhe ose me gjetë idenë kryesore, ose me bë lidhje të ndryshme brenda tekstit. Për shembull, teksti i nivelit të dytë është nxënësi donte të shkonte për not, kur arriti pishina ishte mbyllur për pastrim. Ai u kthye në shtëpi. Tash pyetja indirekte është këtu, pse nxënësi nuk notoi atë ditë? Edhe nxënësat që janë në këtë nivel duhet me ditë me kuptuar çet tekst. Niveli i tretë është pak më, domethënë secili nivel shkon tu i rrit kërkesat, edhe tu qenë pak më komplekse. Në nivelin e tretë nxënësi duhet me bashku disa informata të një teksti, edhe me interpretu kuptimin, edhe me bë krahasime. Për shembull, 2 komente online kanë shkruajt, restoranti kishte shërbim shumë të mirë, por ushqimi ishte mesatar, ndërsa komenti tjetër ka thënë ushqimi ishte i mrekullueshëm, por pritëm gjatë për t'u shërbyer. Tash pyetja është, sipas komenteve, çfarë u vlerësua dhe u kritikua për restorantin. Edhe nxënësi duhet me qenë i aftë me thonë që edhe ushqimi është kritikuar edhe lavdu, edhe shërbimi është kritikuar edhe lavdu. Prej çetij tekstit prej këtyre 2 komenteve të shkurta. Niveli 4 i leximit duhet me pas interpretim të informatave të nënkuptuara, duhet me pas aftësi për me vlerësu cilësinë edhe besueshmërinë e informacionit, mi përdor disa pjesë tekstit për me mbështet mendimin tënd. Për shembull, një artikull argumenton se fëmijët që nuk përdorin telefona inteligjent, që nuk duhet të përdorin smartphone-a. Edhe studimi tregon, artikulli citon një studim që tregon rezultatet e testimeve u përmirësuan kur u ndalën smartphone-at në klasë. Tash pyetja është çfarë prove përdor autori për të mbështetur argumentin e tij dhe sa bindse është kjo. Edhe na e shohim që
artikulli po thotë që e ka citu një studim, do më thonë. Edhe studimi ishtë dosht me qenë mbi mendimin personal. Do më thonë argumenti është bindës, a i ka mujt me citu studim të gabum, mirë po në esencë është me qenë se ka citu një studim, argumenti është i fuqishëm. Niveli 5 i leximit, nxënësi duhet me pas aftësinë të vlerësoj në mënyrë kritike tekstet, të krahasoj pikpamjet e ndryshme edhe të reflektoj mbi përmbajtjen ose formën e tekstit. Edhe teksti është ky, një artikull, një opinion nga një autor, argumenton se politikat për ndryshimet klimatike dëmtojnë ekonominë. Ndërsa një raport shkencor argumenton se mosveprimi do të kushtoj më shumë në të ardhmen. Tash, pyetja është, duhet me krahasu dy mendimet. Njëri mendim është opinioni një autori, ndërsa mendimi tjetër është raport shkencor. Nxënësi duhet me pas aftësinë me thonë që raporti shkencor është informat më cilësore se sa mendimi një persone. Bile po më kujtohet një rast, një shok mjek ka pas bërë një studim mrena ÇKUK-s, edhe studimi ka tregu ankesat e disa pacientëve, është bërë një anket me 1000 apo 2000 pacientë, nuk po më kujtohet sakt, edhe kur e ka prezantu ky shoku këtë farë anketën që e ka bo, aty njëri prej mjekëve ka thonë, po unë shpajtora. Po ka thonë, ti mund është mos mu pajtu, po unë i kom pyet 2000 veta, ti mund është marrë me 2000 tjera dhe me marrëzu mu studimin, por ndryshe fjala jote nuk bjen kundër studimit empirik në këtë rast. Niveli 6, nxënësi duhet me pas aftësinë me analizu tekste komplekse, me vlerësu argumente të holla jo direkte që shprehen, edhe me formulu interpretime sofistikuara dhe të arsyetuara mirë. Për shembull, ju jepën 3 burime, një editorial gazete, një raport qeveritar dhe një artikull shkencor, për të gjitha për ushqimet modifikuara genetikisht. Tash, pyetja që i bëhet nxënësave dhe nxënësa duhet me pas aftësinë që në këtë nivel, është që me bëhet dallimin edhe vlerësimin e këtyne 3 raporteve që të jepen. Duhet me ditë nxënësi që raporti shkencor ka superioritet ndaj raportit qeveritar, edhe nëse është fjala për ndonjë punë shkencore, edhe raporti qeveritar mundet me pas e përsi ndaj editorialit gazetës. Edhe në anën tjetër, nëse ta shpeshtoj edhe këto, që nëse një raport flet për diçka e tjetri nuk flet, mund është me thonë që edhe pse ky është mendimi një autorit, me qenë se nuk ka informata pro ose kundër për diçka, mundemi me argumentu me çto. Njëjtë edhe matematika, edhe aftësitë matematike edhe në shkencë kanë 6 nivele. Por mos me zgjat shumë nuk mora shembull për secilin nivel, veç 2 shembuj të vegjël. Për shembull, në matematikë një detyrë nivelit parë është e tillë, një pica kushton $10, ti pagun me $20, sa dollar duhet me ti kthy. Edhe ka nxënësa në Kosovë që nuk dinë me bëj çto. Domethënë janë në nivelin 1 të rezonimit matematik. Niveli 5, një detyrë pak më e vështirë. Një qytet i ka 50.000 banor, rritja është 2% në vit, mas 10 viteve sa ka me qenë popullsia në atë vend, edhe me rumbullaksu. Do më thonë, bëhen disa veprime, do është me llogarit sa i bjen 2% i 50.000, nëse mbledh për 10 vjetë sa i bjen, mas 10 vjetë në fund me rumbullaksu, bëhen disa veprime matematikore. Edhe nxënësi nivelit 5 duhet me pas aftësinë me bë këto veprime. Edhe në shkencë ashtu, do më thonë janë të ndome në 6 nivele, edhe niveli parë është niveli më i thjeshtë, ku bëhen pyetje shumë të thjeshta shkencore, për shembull këtë rast, cila prej këtyre energjive është e ripërtetishme, është qymyri, nafta, energjia solare apo gazi natyror. Edhe një detyrë pak më e komplikuar, e nivelit të 5, shkencëtarët kanë testuar një pleh artificial, edhe i kanë marrë disa bime, i kanë dhënë 2 grupe, grupi i parë ja kanë dhënë plehun artificial, grupi i dytë nuk ja kanë dhënë plehun artificial. Nëse këto 2 grupe kanë marrë diellin edhe ujin sasinë e njëjtë, edhe në fund ka dalë që grupi A, që ka marrë pleh artificial, është rrit më shumë, cili është përfundimi që mundemi me marrë. Edhe në këtë rast ish dosh me thonë që si duket plehu artificial ka pas ndikim që bimt mu rrit më shumë. Tash po kthehemi te niveli 2 i leximit. Do të thonë që kjo është detyra që ka qenë në nivelin e 2. Nxënësi donte të shkonte për not, kur mrinë aty pishina ishte mbyllur, ai u kthyn në shtëpi,
Pyetja është pse nuk notoi nxënësi atë ditë, edhe pse në mënyrë direkte nuk po thotë që nxënësi u kthye në shtëpi sepse pishina ishte mbyllur, nxënësat duhet me pas aftësinë që me nënkuptu këtë kuptim. Domethënë që ky është niveli i dytë. Tash sipas PISA-s, nxënësat që janë në nivelin e dytë janë analfabet funksional. Domethënë, nxënësat që nuk e kuptojnë qëtë nivel të tekstit janë analfabet funksional. Tash vim të rezultatet. Që kjo është shpërndarja e niveleve në lexim për Kosovën. 83% e nxënësave janë analfabeta funksional. 83% 83% e nxënësave 15 vjeçar, që janë klasë 9 ose 10 ose 11, varësisht qysh ka hi në shkollë, janë analfabeta funksional, nuk mundën qëtë tekst të thjesht në gjuhë shqipe me e kuptu. Do më thonë në... funksional, çka do të thonë këtë rast? Po në këtë rast është edhe pse ka aftësi me lexu shkrim, do më thonë ka aftësi shkrim leximi, e ka nivelin aq të ulët të kuptimit sa që nuk mundet me funksionu shoqni. Do më thonë sipas PISA-s, nxënësat që janë në çet nivel, për te nxënësave dhe njerëz kur e kanë kryer shkollën që janë në çet nivel, janë të paaftë për me funksionu normalisht në shoqni. Edhe sipas PISA-s do më thënë 83% janë në qëtë nivel, edhe pse i kanë kalu 8 vjetë shkollë, 9 vjetë shkollë apo 10 vjetë shkollë varësisht prej vitit. 14% nxënësave 15 vjeçar për përsëris janë në nivelin e dytë, në nivelin e tretë janë diku 2, në nivelin e 4 janë 0.1, edhe nivelin e 5 është 0.05, nduket ke 1 ose 2 nxënës në krejt Kosovën. Renditja shteteve, do më thënë në renditjen e PISA-s, Kosova ka dalë e treta me sasi të nxënësave analfabet funksional, është shumë nalt, Shqipnia ka dalë e 10, nuk është se është ma mirë shumë se Kosova. Tash rrjedhimet e kësaj shpërndarje, është ajo që ndodh vazhdimisht, do më thonë, mu më ka ndodh 10 herë, mos thonë 100 herë, dikush e lexon një tekst edhe në fund thotë çka po thotë teksti. Po e lexove bre, edhe në tekstin e njëjtë e lexuam. Edhe ka qenë një shok punon në Gjermani, edhe më pat vetë, sa s'gjim shpjegoj kuptoj pse nal një fëmijë në Angli, e vetë për Liverpoolin, edhe nal një fëmijë në Kosovë edhe vetë për Liverpoolin. Ai thoi që në Angli fola, edhe në fol jo strategjia loja ishte e keqe, fëmia në Kosovë nuk mundet me lidh dy fjalë apo. Që kjo është paraqitja e çasaj shpërndarje. Domethënë për shkak se nuk kam rri kur me mri një nivel të kuptumit të avancuar, kur po them të avancuar niveli 2 mo. Ai edhe nuk din më shpreh, sepse ti nuk mundesh më shpreh nëse si ke zhvillu aftësinë të kuptumit. HBO-ri, Harvard Business Review, e pa të bën një artikull për punën, edhe thej ka janë 4 nivele të punës, të kulturës së punës ose nivelit të punëtorëve, edhe niveli i parë i punës është kur një punëtor duhet me ia shpjegu edhe me ka përdore për secilin hap të punës. Domethënë e shpjegon hapin e parë, dytë, tretë, katërt dhe duhet me mbikëqyr punëtorin. Edhe thej që shumica punëtorëve janë në çet nivel sepse janë të papërvojë dhe të paformuar. Niveli 2 i punës është kur ti ja jep instruksionet punëtorit, edhe punëtorit domethënë i thubon çto, edhe ja jep listën edhe e lën. Edhe punëtori për shkak të një formimi që ka fitu, që i çdosh me fitu, i kryen instruksionet ashtu siç i kry. Niveli 3 është i thu punëtorit kry ma çet punë, edhe ai çdosh deri në atë point me ditë që krejt ato pikat që ki pas nevojë me ja përshkruti, ai mi bë vet. Edhe niveli 4 ka thonë nuk i nevojë kërkujt kur gjë mi thonë, për shkak kulturës nalt produktivitetit punës, e kupton kur dikush duhet më marrë detyrën, e merr detyrën edhe e kryen ç'është duhet. Edhe tash kom fol me shumë shok biznesmenat që kanë punëtor shumë, edhe fatkeqësia që sa shpërndarje në Kosovë është që secilin punëtor duhesh me ka përdorë dhe me kontrollu dhe me mbikëqyr ç'a bën. Për ndryshe nuk e kryen punën. Nuk e kryen ç'është duhet, nuk e kryen tamam, domethënë ose e lën krejt, nuk e kupton, keq kuptohesh, domethënë krejt janë rrjedhimi çati formimi. E fatkeqësisht nuk i ka njëri më shumë se 2 dur për me i kontrollu më shumë se një punëtor. Edhe kjo mandej ndodh që mos më mujt me avancu, mos më mujt mos skell e kështu me radhë. Kur e kom pa që to ka qenë shumë shokuesa. Drejt me thonë, kom menu që kom keq kuptu PISA-n, thosha ja se s'është 85% analfabet funksional, kur ja shpjegova një biznesmeni tha, po tha me kuptoj. Edhe unë thash pse? Po tha çfarë thot një shembull. Tha Viva e qet një produkt në shitje, karrika 15 euro, krejt komentet edhe krejt mesazhet janë sa kushton karrika. Domethënë, është absurde.
është teksti shumë i thjesht, një piktur, një çmim, apo dhe në është në sa është karika. Njëjtë është edhe me evente, e qet eventin, e qet datën, ora sa është eventi, kur është eventi. Po çaty është data, çaty është asnjë. Mirë po mos aftësia, domethënë mos formimi minimal, saqë mos me kuptu një tekst më thjesht e bon popullin që me qenë në qatë gjendje. Edhe për një me është 85%, bile mos është edhe ma asi. Një studime ka tregu në Kosovë që nxënësat që janë të mirë në matematik, kur kanë qenë detyrat e gjata në matematik, tekst, kanë dështu. Do me thonë për shkak se është dasht me lexu, edhe me kuptu, edhe nxënësi që u koni mirë matematik, ka dështu për shkak tekstit. Do me thonë s'ka pas nivel të kuptimit. Edhe që kjo shpërndarje ma në ndikon që bottleneck-at gjithkohë, do me thonë, daç punë, daç qeveri lokale, daç qeveri qendrore, bottleneck-at mbushen me njerëz të tillë që nuk kupton, keq kupton, do me thonë, bon gabime, përsëritet edhe punë të kyçe, ku kanë mas shumë të punë të njerëz të kontakt, që ato mandej janë të menaxhume për njerëzve të paformum, edhe krijohet bottleneck efekt në gjithçka. Do me thonë për që ato asnjë punë shkryhet, as punë zhagitën, kryen keq e kështu me radhë. Që kjo është NASK e mura, do me thonë Agjencinë Kosovare të Statistikës, është lista e punëtorëve, një listë e titujve me mas shumë të punëtor, edhe i kom zgjedh një 10 që kena kontakt të përditshëm. Për shembull, shitësit, profesionistët e mësimdhënies, nënpunësit e zyrave të ndryshme, shoferat, administrata publike, lëmia teknike, do me thonë mjeshtrit, shitjet e ndryshme, mjekësia, do me thonë edhe mjekët edhe personeli tjetër mjekësor, edhe në punësit e shërbime për klient. Edhe që jo të qëtu janë diku 40-50.000 punëtor në qëto pozita. Ndërsa që ky është numrimi i popullsisë i fundit, 2024, edhe publikimi i dhënave për nivelin e shkollimit, domethënë diku 170.000 persona kanë kryer bachelor në Kosovë, 40.000 prej tyre kanë kryer master, edhe diku 4.000 kanë kryer doktoratur. Tash janë disa pyetje retorike që mundet më shtruar njëri. E para është sa prej tyre janë analfabeta funksional. Domethënë sa prej tyre punëtorëve, sa prej tyre të ngriturve akademikisht janë analfabet funksional. Sa prej tyre janë nivel të ulët. Ndoshta nuk janë analfabet funksional, po janë nivelin e dytë të leximit, PISA. Edhe me sa mundesh mu marr vesh, sa shpesh ndodhin keq kuptime, sa shpesh ndodhin gabime, sa shpesh ndodhin mos kuptime në përditshmërinë tonë. Do me thonë, gjatë javës na mundemi me pas punë me 10 persona të ndryshëm, të lëmive, të fushave, të niveleve të ndryshme. Mirë po përvoja fatkeqësisht na tregon që ajo shpërndarja e PISA-s është shumë e saktë. Do me thonë, qaq thjesht nuk mundi ju marrë vesh 2 instruksione me jadhon, dikujna me që ato 2 instruksione kesh kuptohemi. Përveç testit të PISA, do me thonë PISA i ka detyrat që i mot këto shkatësit të ndryshme, PISA ka dhe pyetësor, që nëpërmjet pyetësorëve mandej bën statistika dhe ulëmtimeve të ndryshme, edhe grupet që ju kanë dhënë pyetësorët janë nxënësit, arsimtarët, shkollat edhe print. Edhe në varësisht prej përgjigjeve, janë bë analiza të ndryshme, disa prej tyre komi i theksu. Pyetësorët nuk janë obligative, do me thonë nxënësi ose shkolla ose mësuesi nuk e kanë patjetër me plotsu, ka ndodhur që janë kanë zbrasta, mirë po për atyre që janë plotsu, mundemi me gjetë shumë statistika interesante. Për shembull, problemet e shkollave, nëse i këshyrim krejt shkollat që kanë marrë pjesë në PISA, 11% prej tyre kanë raportuar se kanë probleme me vjedhje. Do me thonë i vjedhën gjona të ndryshme të shkollës. 15% prej shkollave kanë raportu kërcënime ose ofendime të arsimtarëve. 29% shkollave kanë raportu vandalizëm, 28% kanë raportu rrahje mes nxënësve dhe 50% kanë raportu që ka pas kërcënime mes nxënësve. Problemet e arsimtarëve, nëse e këshyrim pyetësorin e arsimtarëve, në pyetjen a ki menu si vjet me lën punën, 8.9% arsimtarëve janë përgjigj pozitivisht. Në pyetjen janë bë po shman që janë bë arsimtar, 9.7 janë përgjigj pozitivisht. Puna më pengon në jetën personale, 22% kanë thonë që po, është e vërtet. Në pyetjen për stres, a keni stres në punë, 47% janë përgjigj që kanë stres. 58% janë përgjigj që kanë më shumë punë se që mundin me përballu.
Edhe mandej ka probleme të shumta që me i paraqit krejt ishte lista shumë e gjatë, ka probleme me kokëdhimbje, ka probleme me pagjumësi, smundje, lodhje e tjerë. Domethënë nëse i këshyrin problemet arsimtarëve, munden mu paraqit shumë mirë. Çto janë problemet e nxënësave në bazë të pyetësorit që ju kanë përgjigj. Gati 10% për tyne kanë lajmëruar që në 12 muajt e fundit janë kërcënuar nga nxënësit tjerë. 16% janë përgjigj që nxënësat tjerë e kanë marrë diçka ose e kanë dëmtuar ndonjë pajisje që ka pas. 15% kanë lajmëruar që janë godit ose janë shtyr prej nxënësave tjerë. 14% kanë raportuar që ka qenë pjesë e një përplasje fizike brenda shkollës. 10% kanë thonë që nuk kom shku në shkollë për shkak sigurisë. Domethënë, jam ndjej i pasigurt edhe nuk kom shku në shkollë. Edhe 6% prej tyre ka lajmëruar që i kanë dhënë parë dikujt për shkak se i kanë kërcënuar. Domethënë, unë kur kam pa këtë statistikë jam çudit, se kom menu që veç në filma ka kësi gjona, unë domethënë sa kom qenë fillore dhe të mesme, nuk kom pa që si rast, edhe i pata fillu mi kallxu njerëzve që çështu ka thonë pisa 6% e nxënësave kanë raportuar diçka, edhe një shok që jep mësim në një gjimnaz në Kosovë, tha, prej kurreshtjes i vjeta nxënësat, a ju kanë ndodhur ndonjëherë, edhe tha 2 nxënësa raportuan që i kishin ndodhur. Domethënë në shkollë dikush ka ardhur, edhe i ka lyp parë nxënësave, edhe tha ja kena dhënë. Edhe çka ish më e keqja që kjo e kishte ndodhur që dikush jashtë shkollës ka hyrë në shkollë, edhe i ka lyp nxënësave. Domethënë edhe për te problemet që i kanë mbrana shkollës vijnë edhe persona prej jashtë shkollës. Gjatë 4 javëve të fundit, cilat ngjarje i kanë përjetuar nxënësat, dëshmitare i një zënke brenda ambienteve të shkollës kanë qenë 20% nxënësave. Kam pa grupet gangsterëve në shkollë, kanë thonë 25% nxënësave. E kam dëgjuar një nxënës që ka kërcënuar dikon tjetër, kanë qenë 26% nxënësave, edhe ka pa një nxënës me thik ose armë, 26%. Domethënë çdo i 4 nxënës e ka pa dikon që ka pas thik ose kërcënim. Prej kurreshtjes e këshyra thash ndoshta janë veç shkollat caktuar që e kanë këtë problem. Edhe ndoshta nuk është, domethënë qytetet caktuar, hajde qytetet më të mëdha, shkollat më të mëdha, mirë po kur i këshyra shkollat 82% e shkollave e kanë, domethënë nxënësa prej 82% shkollave kanë përjetuar kërcënim ose përleshje ose thik ose armë. Domethënë në gati 80% shkollave të Kosovës i kanë ndodhur nxënësave me pa thik ose armë. Tash këto janë ata që e kanë lajmëruar rastin, mundet me pas shumë më shumë raste që se kanë lajmëruar. Është një test tjetër që i vlerëson, domethënë aftësitë matematikore, edhe Teamsi njëjtë sikurse testin vlerësues detyrave, të aftësive ka edhe një pyetësor, edhe në fund pyetësori nuk është obligativ. Njëjtë sikurse në PISA, nuk më kuptohet 6. Klasën e 6. Okay. Nuk e di. Edhe në çat pyetësor, domethënë pyetësori nuk është obligativ sikurse në PISA. Mirë po Teamsi e ka pa një sen interesant, që i kanë këshyr, aty janë 300 pyetje vullnetare. Edhe i kanë këshyr që dikush i ka plotësuar krejt, dikush asnjë, dikush gjysmën e kështu me radhë. Kur e kanë këshyr krahasimin mes numrit pyetjeve të plotësuara, edhe rezultatit në Teams ka dalë njëjtë. Domethënë ki mujt me gjujt testin e Teamsit ose në këtë rast PISA-s, edhe veç me këshyr sa ka pas disiplinë ose nerva nxënësi me plotësu pyetësorin vullnetar, edhe ki mujt me krahasu edhe me thonë që ky ka me dali pare. Domethënë me një farë mënyrë disiplina edhe mos dembelia dhe puna e nxënësit është e barabartë me aftësitë e tij. Sepse nëse ai ka zhvilluar disiplinën me duru me plotësu 200 pyetje vullnetare, ai ka zhvilluar edhe disiplinën me punu. Edhe me mësu, edhe mu ngrit nivel, edhe në PISA, do më thënë i kom këshyr në Kosovë, që të janë 4 quarters, do më thënë 4 qerekat në basë sasis pyetjeve që i kanë plotësu, edhe sa ma shumë pyetjet që i kanë plotësu në zonësa, do më thënë s'kanë pritu mi plotësu pyetjet, rezultati ka qenë maj naltë. Që realisht dalimi mes first quartile dhe të fundit, do më thënë qerekut para dhe të fundit, është 80 pikë që është diku 2 deri në 3 vjetë dalim mes këtyne. Tash pyetjet, ka pas shumë pyetje, do më thënë shoqërore, ekonomike, kulturore, disa prej pyetjeve interesante i kom përzgjedh, që kjo është sa bicikleta elektrike ose motor i keni në shtëpi, do më thënë që kjo është përgjigja e nxënësave, 10% prej tyre kanë lajmëruar që i kanë më shumë se 3 motor ose bicikleta elektrike, sa vetura, kombi ose kamione, që kjo është shpërndarja e, do më thënë, veturave
që i kanë në shtëpi, 12% i kanë lajmëruar që i kanë më shumë se 3 vetura, që kjo është numri i librave në shtëpi, domethënë përgjigjet kanë qenë prej 0 në libër, 1 deri në 10, 11, 25, 26, 100, 101, 200, 200, 500 edhe mbi 500. Diku 3% e nxënësave kanë lajmëruar që i kanë mbi 500 libra në shtëpi. Tash në bazë që tyne pyetjeve, ka shumë pyetje, sa tableta i kinë shtëpi, sa televizora i kinë shtëpi, sa dhoma i kinë shtëpi, a kinë dhomë personale e kështu me radhë, në bazë që tyne madhe pisa e bën një farë vlerësimi të pasionisë së nxënësave ose të familjes, edhe madhe bën krahasim mes nxënësave të pasur edhe ma pak të pasur. Madhe mundet më bëhet krahasime mes shteteve të ndryshme, sepse bëhet një farë krahasimi, domethënë me krahasu pasurinë e shteteve të ndryshme. Që kjo është një prej pyetje interesante të PISA-s, edhe që realisht mu më ka fascinu shumë. PISA e këshyr edhe nxënësat çka mësojnë, domethënë në këto lanë ndryshme çka mësojnë, edhe në kontrasti kanë vetë për gjëra të ndryshme në matematikë, edhe sa janë të njoftur nxënësat me këto koncepte matematikore. Fillojnë prej gjëra më thjeshta sikurse pjesëtuesi edhe vazhdojnë deri te gjeometria tredimensionale, mirë po janë 2 pyetje të këtyre koncepteve matematikore, që në këtë rast është shkallëzimi subjunktiv edhe fraksioni deklarativ, që janë koncepte interesante matematikore, sepse nuk ekzistojnë. Domethënë, këto 2 koncepte matematikore PISA i ka shpik. I ka shpik edhe i ka qit në pyetje dhe ka dash me ditë nxënësat apo rrej. Domethënë, çysh po përgjigjen nxënësat në diçka që s'e kanë kur. Edhe është një statistikë interesante që nxënësat që kanë thonë që unë i di këto, kanë qenë nxënësat më dopt. Domethënë, ai ka po ka thonë po marrë çysh se di, apo ne? Nxënësat e mirë, në anën tjetër janë përgjigj që, domethënë ai është përgjigj me rend, po e di se di, s'kom ni kur. Domethënë se pyetja u kon prej s'kam dëgjuar kur te e di shumë mirë. Edhe nxënësat që realisht janë përgjigj rrejshëm në këto kanë qenë nxënësat më dopt. Edhe nxënësat e mirë e kanë kapërcy kanë thonë se kom ni. Që kjo është rezultati i Gjermanisë edhe Kosovës. Tash Gjermania është diku e 20-a në PISA, edhe pikët e sajna janë 480. Kosova është, domethënë, e 4-ta, 5-ta prej fundit, pikët e sajna janë 340. Dallimi me pikë është 140, që është diku 3, 4 deri në 5 vjet. 30 deri në 40 pikë është një vit dallim. Edhe shpërndarja nëse e këshyrim, domethënë, niveli i parë i Kosovës është 83%, ndërsa Gjermania ka 25%, mandej e ka goxha një shpërndarje si të barabartë në 3 nivelet e para, mandej fillon të ul. Një sen që duhet me theksu, domethënë Kosova për një me është shumë mrapa Gjermanisë, mirë po nuk do me thonë se krejt nxënësat e Kosovës janë mrapa nxënësave të Gjermanisë. Mesatarja është mrapa, mirë po nëse e shohim këtu, le të themi që në nivelin 4 janë 10 nxënësat të Kosovës. Edhe nëse i marrim çata 10 nxënësat të Kosovës edhe i krahasojmë me nxënësat e Gjermanisë, i bën që çata nxënësa janë më të mirë se sa i bën, çtu diku 75% e gjermanëve. Edhe çashtu i bën. Domethënë nuk është se në Kosovë nuk ka nxënësa shumë të mirë. Domethënë shumë të përgatitur, shumë të gritur, tash e ka prej familjes, e ka prej shkollimit, e ka prej arsyeve të ndryshme, nuk e dim, po e dim që një nxënës i Kosovës është shumë përpara nxënësave të Gjermanisë. Edhe mandej pa ta kçyr, domethënë, që të ekstremin e naltëm, nxënësi më i mirë i Kosovës, nëse krahasohet me nxënësat e shteteve tjera, në këtë rast, po fillojmë prej Maqedonisë, nxënësi më i mirë i Kosovës është më i mirë se 100% nxënësave të Maqedonisë. Mandej shkon tu zbrit, domethënë është më i mirë se 99.9% e Shqipërisë. Shqipëria i ka disa nxënësa, nuk po më kujtohet sa, 3, 4, 5, që është më të mirë se ky. Është më i mirë se që po shkojmë Sloveni, 96%. Më i mirë se 92% i Francës, më i mirë se 90% i Gjermanisë, 89% i Anglisë, 83% i Amerikës, edhe më i mirë se 72% i nxënësave të Singapurit, që është e para në botë. Domethënë në ekstremin e mirë, nuk është se nuk ka nxënësa shumë të mirë Kosova. Ka, mirë po fatkeqësia është që ndodh brain drain. Domethënë nxënësi shumë i mirë i ka opsionet e shumta. Domethënë mundet me shku ku dush, edhe realisht po shkon. Sigur se kretë vende tjera që hupin prej brain drainit, edhe Kosova hup. Ai e gjen vetveten, edhe na mbesim me bottleneckat me shpërndarje në nivel të ulët.
në Twitter pa ta pa është një studius i Shqipërisë që poston statistika të ndryshme, edhe ai pa të bëu analizën e PISA-s shqiptarëve në krejt shtetet që ka pas dhona. Domethënë në krejt shtetet e ndryshme janë diku 13.000 shqiptarë që kanë marrë pjesë në test, domethënë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malzi included, edhe që kjo është rezultati i pikëve të shqiptarëve në vende të ndryshme. Shqiptarët e Kosovës janë të parafundit në këto shtete që ka pas dhona, më të dobtit janë shqiptarët e Maqedonisë, ndërsa më të mirët janë shqiptarët e Zvicrës. Tash, a janë të lindur nuk pe di ata, a janë imigrant, edhe ato dhona mundën më këqyr, mirë po kështu në përgjithësi mundet më vrejt që sistemi arsimor, apo rrethi, apo kultura, whatever. Një statistikë interesante që ka dalë është Students Resilience, do me thënë, PISA i ndonë nxënësat në bazë të backgroundit socio-ekonomiko-kulturor, do me thënë në bazë nivelit shkollimit prindve, në bazë pasurisë që e kanë, edhe në bazë të rrethanave tjera që i motë, se nuk po më kujtohet krejt elementet, edhe nëse i ndojmë në 4 quartile, në 4 qerek këtë nivel, edhe i marrim nxënësat që janë në qerekun e poshtëm, do me thënë nxënësat me background matë dobet, edhe ja këshyrim rezultatet, ka dalë që 17% e nxënësave të Kosovës kanë pas rezultate shumë të mirë, me gjithë pengesat që i kanë pas. Do me thonë, në këtë farmasën që ka bo PISA për reziliencën, do me thonë, nxënësat e dobet që kanë dalë shumë mirë, Kosova ka dalë e treta në botë. Do me thonë, 17% e nxënësave të dobet kanë dalë në top 25% e naltëm të Kosovës. Tash një koment që e pash aty, nuk është se është dallimi shumë i madh mes nxënësave shumë të mirë dhe shumë të këqij, edhe kjo mundet me qenë si spjegimi i kësajna, se ai që është i pari nuk është se ka pas shumë dallim prej të fundit, për që ato ka qenë më e lehtë për këto, po sidoqoftë është statistikë interesante. Kur ka dalë PISA e 2018, do me thonë videon që përmenda më herët që e ka po ai shoku, edhe aty tregon disa studime që janë bërë, do me analizë të PISA-s, një matje e mashtit ka tregu që vlerësimi i notave në Kosovë është mesatarisht 2 nota më naltë se realiteti. Do me thonë, nëse s'jom gabim 3.5 ose 3.8 ka qenë mesatarja e krejt notave të Kosovës, edhe vlerësimi real kish me qenë 1.8 ose 1.5. Edhe realitetin përshojmë prej PISA-s. Edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, mësues të trajnum dhe pa trajnum kanë nxjerrë rezultate të njëjta në PISA, ndërsa Maqedoni çuditërisht mësuesit e trajnum kanë qitë rezultat më të keq se mësuesit e pa trajnum. Do me thënë, jo që si ka kry punë. 18, po. Edhe në qatë studim, do me thënë të 18, ka dalë që për Kosovë është fjala, fëmijët me qerdhe janë 1 vjet përpara fëmijëve pa qerdhe, fëmijët në gjimnaz janë 1 vjet përpara fëmijëve nxënësave në teknik, fëmijët në privat janë 1 vjet përpara publikut. Jo vetëm teknikut, po shkolla profesionale. Shkolla profesionale, falë, se e kom veçuar teknikun, po gjimnazin përgjithësi është përpara shkollave tjera profesionale, edhe privati është 1 vjet përpara publikut, edhe shkollat e qytetit janë përpara shkollave të fshatit. Bile e pa ta këshyrë, do me thonë, janë diku 120 shkolla që janë marrë pjesë në PISA, edhe që ato 120 shkolla nëse i këshyrë në bazë. Tash nuk e dim se informatat janë anonime, nuk e dim cila shkollë, cilë nxënësa janë aty. Mirë po, nëse i ndojmë bazë qyteteve, janë shkollat në qytete me 100.000 banor. Tash 100.000 banor në Kosovë nuk ka shumë qytete, dihet cilat janë. Nëse i këshyrim këto 50 shkolla, shumica prej tyre janë qytete mbi 100.000 banor. Domethënë, mande vinë shkollat në qytete tjera. Tash kjo mundet më lidh me resurset, mundet më lidh me brain drain, domethënë imigrimin e brendshëm, se krejt shkojnë vendosen në qendra më të mëdha kështu me radhë. Edhe një statistikë interesante ke që kanë lajmëruar që arsimtarët që janë përgatitur para orës, varësisht për numrit orëve, kanë pas rezultate më të mira se ata që nuk janë përgatitur. Rekomandimet e PISA-s janë diku 8 rekomandime që i ka paraqit PISA, domethënë fillon me ato që nuk duhet me bë memorizim, po duhet me pas zbatim në jetë të përditshme. Informatat që i marrin nxënësat duhet me pas aftësimi i zbatu ato në jetë të përditshme. Këshilla e dytë ka qenë less is more, duhet me spjegu më pak gjona. Bile çajo video që përmenda, anglezët kanë bërë studimin e Singapurit, me qenë se Singapuri ka dalë para disa vjet, edhe ata kanë pa që në Singapur nuk spjegohen shumë sene, mirë po spjegohen fail.
Domethënë nalen në pak gjana derisa kuptohet, derisa e kuptojnë shumica. Edhe e dhoni shembull PISA në Kataluni, mrena orës po shpjegohen 18 detyra, në Japoni po shpjegohet 1. Edhe më mirë është me shpjeguar 1 detyrë, çat 1 detyrë me kuptu secili, edhe po kthen atë studimi i britanezëve, ata thoshin që secili duhet me kuptu konceptin, mirë po me nxënësat e mirë duhesh mu thellu edhe më shumë. Këshilla e tretë është mendimi kritik, duhet me zhvillu nxënësat mendim kritik, duhet me pas zhvillim të aftësive edhe growth mindset, edhe bile nuk e di a për çet PISA, a për PISën e radhës, kanë dashur mi dhon nxënësave çështje në internet gjatë testet. Domethënë nuk është poenta me ditë përmendsh, ki çështje në internet shfrytëzoi informatat, edhe në bazë asaj mandej përgjigju pyetjeve. Nëse këshyrat herën e kaluar domethënë është mat PISA e ka mat growth mindset-in, edhe nëse këshyrat Kosova sigurisht edhe plot në ranking tjera, Kosova ka qenë e parafundit në botë, domethënë një sasi shumë e vogël e nxënësave të Kosovës kanë pas growth mindset, kjo bëhet në bazë disa pyetjeve. Google e ka bërë një herë një skenim të madh të librave, janë diku duket 80 milion libra, s'jam i sigurt. Edhe aty mundesh me bëj search fjalë të ndryshme sa janë përdor prej vitit 1800 deri sot. E një koncept, domethënë që lidhet me growth mindset-in, është që fjala hard work është rrit përdorimi, sepse është fut më shumë në mendjen e njerëzve dhe në konceptet e njerëzve. Edhe growth mindset-i ja duhet me ia dhënë nxënësave çat çështje që nuk është se njëri lindi mendshëm, po bëhet me kalimin e kohës. Edhe shtetet që kanë pas në nivel më të lartë të growth mindset-it e kanë pas çështje që thjesht është që s'po di për momentin. Nuk është që s'po marr rrok ose s'muj me mësu, po thjesht s'po marr rrok për momentin edhe muj me avancu. Pika e katërt është përmbushja e nevojave të nxënësve. Domethënë nëse këshyren problemet, aty i kom theksu veç disa probleme, se ka pas probleme tjera. Për shembull, a punon para mësimit, a punon mas mësimit, a ki një antar të familjes smut që duhesh me mbikëqyr, a ki mungu mbi 3 muaj në shkollë. Domethënë ka pas probleme ekstreme të nxënësave që kanë mungu. Dikush ka mungu për arsye shëndetësore, dikush ka mungu për arsye shëndetësore të familjes, dikush është dashur me punu, dikujt shkolla jo kam shel 3 shkollë, 3 muaj, e kështu e më shumë. Ideja është që me mujt nxënësi me përfitu sa më shumë për shkollës, duhet me pas një ambient të mirë. Edhe duhet me zgjidh problemet spako ekstreme të nxënësave. Duhet mu bo vlerësimi dhe respektimi i profesionit të mësuesit. Nuk ko mujt me gjetë rankingun e që ty në ankesave të arsimtarve, po para gjykoj që ankesat në Kosovë janë më të larta se vende tjera. Domethënë, ma herë ndoshta është vlerësuar arsimtare, mirë po që tash edhe nuk vlerësohet, edhe i ka kushtet jo shumë të mira. Duhet mi shih nxënësat me menu më shumë, edhe me memorizu më pak. Duhet mu rrit trajnimet për mësuesat, edhe duhet mu përfshi krejt komunitetit. Domethënë mësuesat, qeveria qendrore, lokale, prind, shoqënia, krejt duhet mu përfshi në këtë sistem që me bo përmirësimin e PISA-s. Një 2 pika që unë e deshta me shtu, është që duhet me ndodh disa paradigm shifts, domethënë disa çësje duhet me ndryshu patjetër. Është një thanje e Kim Mehmetit që u pa të bëhe famshme, është që mjaftu shkollum mësojmë pak. Dhe ajo çësja ndaj formalitetit shkollës ka ndiku që njerëzit me kry shkollën, mirë po mos me përfitu kur gjo prej sajna. Edhe nëse marrim një spektër të asajna që tash ekstremi i ri që është shkolla s'vyn kur gjo, edhe ekstremi i kundër që patjetër, domethënë shkolla është gjithçka. Mes këtyre dyjave duhet me i çu nxënësat për momentin në nivel që me thonë mundesh me përfitu për shkollës. Sepse për momentin shkolla është obligative, domethënë 12 vjet janë obligative, që ty kam i kalu nxënësi 1000-2000 orë, nuk po më kujtohet sa është. Nuk e di. Klas 9 është obligative. A deri në klas 9, okay, deri në klas 9. 9 vjet janë obligative, ai gjithçysh ka më shku çaty, bile mundet me përfitu diçka. Sepse çato aftësi që nuk i mëson aty, është problem andaj me mësu edhe më vonë. Tash dikush mundet me gjetë vetveten edhe me avancu më vonë, mirë po është problem nëse me të mrapa në hap. Edhe po ta marr një shembull në prezantimin e parë të librit të Prishtina Talks, që shumë lëndë në shkollë konsiderohen të kota. Për shembull, pe ekim kimin, shka na vyn kimia, shka na vyn fizika, shka na vyn fiskultura, edhe pa ta dhënë shembull që okay, pe ekim 10 lëndë që s'po na pëlqejnë. Edhe pishtojmë 10 lëndë tjera, që si lëndë që tingëllojnë shumë bukur mushtin në klasë, programimin,
teatrin, AI-in, qysh me bë pare, taksat, qysh me qëndis, a vetëm Prishtinë vetë lanë të reja. Çka ka me ndodhë realisht, ka me ndodhë kur gjo, se në shkollë shkohet me ubko. Domethënë ka mu sabotu ora, kime vetë arsimtarin për futboll, kime vetë për politik, apo shkruajnë ata jashtë, çashtu që janë sabotu orë, edhe sabotohen që tash, edhe ato land fascinuese që mundet me qenë, revolucionare kanë me shku katë. Domethënë, se s'kena kuadrët që i spjegon, edhe ato kuadrët që i spjegon i ka probleme personale, edhe në fund zonë se s'është interesu me mësu, se ka shku që të me upko, edhe në fund rezultati po besoj që ka me qenë i njek. Edhe, domethënë, në këto libra të systems thinking, ka njerë i shprejnë që ndonjëherë metrikat e ndryshëm këqyren me një variabel. Në këtë rast është me ranciune për kry shkollën. Po nëse shtojmë edhe një metrik, në këtë rast është sa ki përfitu për shkollës, ka dallime shumë të mëdha për nxënësit që ka kry shkollën, edhe s'ka përfitu kur gjolle për nxënësit që ka kry shkollën, edhe ka përfitu shumë, se ka mujt me përfitu. Unë po flas në suazat të aftësive dhe mundësive të shkollës. Kështu që me adhon që të paradajmë shift nxënësave që mundesh me përfitu. S'është patjetër me përfitu, po diçka bile mundesh me përfitu për shkollës. Edhe një paradigm shift që e tregojnë edhe studimet që kanë bo, është që pritshmëritë duhen me qenë të larta. Prind duhet me pas pritshmëri të larta për nxënësave, arsimtarët duhet me pas pritshmëri të larta për nxënësave dhe nxënësat duhet me arrit pritshmëritë për vetvete. Domethënë PISA është bo pyetja çfarë niveli të shkollimit pret ti me kry, ose çfarë profesioni pret ti me marrë gjatë jetës. Edhe që aty vrehen edhe pritshmëritë dhe ambicjet e nxënësave. Mirë po, nxënësi është fëmijë dhe nuk din. Domethënë ato ai formohet prej të jashtit. Ata që din më shumë se ai realisht duhen me mësu ato që mundet edhe duhet me pas pritshmëri më të larta. Edhe në këtë far growth mindset, këto far konceptet që s'jon për shkollë ose s'vin shkolla duhet mu hek, sepse një thonjë anglisht thot if you think you can or you think you can't, you're right. Domethënë nëse shkon shkollë me bindjen që ki me upko, nëse shkon shkollë që mundesh me përfitu shumë, realisht edhe mundesh me përfitu shumë. Edhe nëse e këshyrim në atë farë nivele nëse kthehemi, nëse që më gabim niveli 3 ose 4, duhet me qenë niveli që nxënësi klasës 10 duhet me pas. Domethënë nëse ka kry shkollën që duhet, shkëlqyshim i ka kry 9 vjet shkollës edhe tash është vit parë shkollës mesme, ai çdosh me kon nivel 3 edhe 4. Tash ka nxënësat që janë hala më përpara, ndoshta janë të gatshëm për fakultet. Mirë po, ka nxënësat që nuk e mrin as çat nivelin e klasës, realisht klasës 5 ose 6. Pra pritshmëritë duhet më rrit, edhe prej prindve, edhe prej mësuesit, edhe prej nxënësave. Më kujtu një rast që tash, një shok e ka një fabrikë të mobiljeve, edhe ai kallëzon një rast që ndonjëherë ndodhja çon kuzhinën një familjes, edhe për 2 cm gabim e kthen krejt kuzhinën. Kuzhinën 5.000 euro, 10.000 euro e kthen për 2 cm gabim. Edhe tha unë duna me bu për fillimet që më ja qua ti ose të perfekt që ashtu që shka lyp. Pritshmëritë prej një fabrike të mobiljeve janë shumë të larta dhe shumë precize. A në anën tjetër, nxënësi shkon shkollë 10 vjet ose 12 vjet, edhe as duket absurde prej fëmijës tonë, me thonë e qysh s'din me shkruajt emrin tonë ose s'din tabelën e shumëzimit, as është absurde për mësuesin, as është absurde për arsimtar, qysh ju 12 arsimtar, s'keni ditë djalit tem i mësu, domethënë, sepse pritshmëritë janë zero. Domethënë gati zero janë, bile pritshmëritë janë minus sepse shkolla ta prish mendin, edhe ato nëse është. Edhe realisht në këtë farë paradigm shift duhet me fut growth mindsetin, disiplinën edhe ambicjen. Sistemi shkollor 2023-2024, që të janë disa statistika që e mundu me gjithë. Nxënësa, domethënë në vitin 2023-2024, prej para shkollor deri në vitin e 13, që kish diku 20 nxënësa nuk e di çfarë shkolle, janë 290.000 nxënësa pjesë e sistemit, 23-24, janë 22.000 mësimdhënës, 4.000 është personeli tjetër, edhe janë diku 1.036 shkolla në krejt Kosovën, publike dhe private. Edhe është një thonje në system thinking që problemet sistematike nuk kanë zgjidhje jo sistematike. Domethënë, këto problemet që rezultatet të PISA-s Kosovë janë shumë stresore edhe janë të akumulume, problemet të akumulume, edhe nuk mundën mu zgjidh me një zgjidhje shumë të thjeshtë. Edhe David Graeber është ka qenë një antropolog i njoftën amerikan, edhe ai me një libër e paraqet një shembull interesant, thoi ke del prej shtëpisë edhe rrezohesh me një grop, shumica njerëzve thënë ku i patë syt.
Mirë po gjatë javës rëzohen edhe 10 veta, rëzohen 20 veta, tash kërkush nuk i thot 20 vetëve ku i patët sytë. Tash fillojnë njerëz me thonë, ku është ajo kompania që është të punu, ku është komuna, ku është ministria. Domethënë përgjegjësia nga përgjegjësia individuale rritet në përgjegjësi kolektive ose shtetërore, për shkak se numri i personave që kanë rënë grup është më i madh. Domethënë 20 veta nuk është e mundshme me rënë grup, pa e vret grupën. Ka diçka ajo grupa që është e msheft ose ka diçka nuk po vret ose është me njerë kthes, edhe rritet përgjegjësia. Në këtë përgjegjësi, domethënë PISA rezultati është shumë i ulët. Edhe kush e ka përgjegjësinë? Në listën e krejt personave që kanë qasje në këtë, prej qeverisë qendrore, lokale, shkolla, drejtori i shkollës, arsimtar, prind, vllaznit dhe motrat më të mëdha, shoqënia e ngushtë dhe gjanë, nxënësi është i fundit që ka faj, ndoshta hiç nuk ka faj. Realisht është totalisht i pafajshëm. Edhe në këtë sistem realisht përgjegjësia edhe obligimi faktikisht i bjen sa më lart realisht përgjegjësia kish dosh me qenë më e madhe. Këto kem pak a shumë pikat e PISA-s, nëse keni ndaj pyetje.